Kemi kërkuar kryeministrin të vinë në parlament në bazë të nenin 95 të rregullores me pyetje përgjigje. Mblidhet parlamenti ditën e mërkurë, 1 orë kryeministri përballet me pyetjet e deputetëve. Ju refuzoni të respektoni rregulloren dhe kushtetutën e këtij vendi. Në mënyrë të përsëritur, se tani u fol këtu për shantazh. Nëse po bën dikush shantazh këtu, ai është Taulant Balla. Zoti kryetar, kërkoj vëmendjen tuaj. Shikoni këtë foton, Taulant Balla ka nxjerr foton dhe ka shantazhuar duke i rrezikuar jetën drejtorit rajonal të Reutersit në Shqipëri. Këtë ka bërë Taulant Balla. Mbasi kryeministri i ka cilësuar nazist të rinj shqiptar dhe mbasi Taulant Balla sot i cilësoi iranian. Kjo është e rëndë dhe ky është shantazh, zoti kryetar. Po mirë, nuk e kuptoni çfarë po ndodh, nuk e kuptoni fare çfarë po ndodh? A nuk u vjen turp nga kultura e madhe politike e të rinjve shqiptar 10 tramira? A nuk e kuptoni që po u nxjerrni një ashloje komplet dhe refuzoni të flisni për ta këtu, edhe na kërkoni ne dhe na cilësoni ne shantazhues? A nuk e kuptoni këtë gjë? Është e pakrahasueshme edhe me 90-ën. Nuk i kapni dot ata. Nuk i kapni dot. Dhe e kuptoni që po të dilni në rrugë, jo thjesht në koshin e plerave, po të cilësoni si njerëzit më të urryer ndonjëherë. Nuk e ndalni dot atë që kanë nisur. Është e jashtëzakonshme. Është për te një pranvere shqiptare. Kjo protestë, kjo lëvizje po ndërton Shqipërinë e dekadave të ardhshme dhe mirë kush nuk e kupton këtë gjë. Dhe mirë ata që i shantazhojnë, të rinj shqiptar. Ndaj thirrja ime është për ta. Dilni sot me kërkesën për dorëheqje, nesër më shumë, sepse kjo që po ndodh është e jashtëzakonshme. Zoti kryetar, nesër Edi Rama ka thirrur një anti-miting, vetëm pak qindra metra larg rinisë shqiptare me 10 tramira që janë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kanë dalë mesazhet kërcënuese ndaj administratës të marrë pjesë. Për çfarë festoni ju? Për gjysmën e qeverisë të Burg? Për Belinda Ballukun? Për certifikatën e Çybjas? Për Veliajn? Për Ahmetajn? Për Beqajn? Për çfarë do festoni ju? Që e mbushet të parlamentit turpit me kriminalë dhe përdhënues. Kujtoni se harrojnë ata të rinj. Çfarë keni bërë ju? Dhe sot i cilësoni shantazhues, nazist. Ju do përfundoni më keq se si përfundoi elita komuniste në 90-s, ata nuk i gjeti asgjë. Ndaj matuni mirë, sepse ky uragan rinie do ta heqi para këtë parlament të turpshëm. Turpi për ju.